Përshëndetje miq të Business Magazine Albania. Jemi sot në Think Big Podcast me zotin Neritan Mullaj, drejtorin ekzekutiv të Dhomës Amerikane të Tregtisë. Jemi së bashku sot për të nisur një iniciativë midis Business Magazine Albania dhe AmCham, një cikël bisedash mbi të ardhmen e biznesit, ekonomisë dhe ndikimin e tyre në shoqërinë që kemi. Përshëndetje Neritan. Përshëndetje Gerti, është kënaqësi. Kënaqësi që je këtu me neve. Faleminderit për kohën. Ne bashkë njihemi prej kohësh. Mirë po, unë dua ta nis të bisedë sot që ti të na bësh një prezantim mbi backgroundin tënd përpara se të bëhesh drejtues ekzekutiv i dhomës. Kush është Neritan Mullaj? Patjetër, ashtu siç e the Gerti, ne njihemi prej kohësh dhe ka qenë gjithmonë kënaqësi, kemi pasur gjithmonë biseda shumë të vlefshme, shumë të mira dhe bashkëpunime shumë pozitive. Unë do të thosha që për ta përmbledhur atë backgroundin tim, jo më kot u pranova që të drejtoj dhomën amerikane të Tregtisë për shkak sepse unë kam punuar shumë në ambientin e biznesit, në Shqipëri, por edhe në rajon, edhe në gjërë. Dhe duke qenë se kam krijuar një eksperiencë shumë të madhe, njohje shumë të madhe, kam ardhur tek dhoma gati 4 vjet e gjysmë tashmë, për të dhënë atë eksperiencën time dhe për të ndihmuar në këtë këndvështrim biznesin shqiptar dhe veçanërisht për të sjellë sa më shumë biznese amerikane apo për të krijuar sa më shumë relata me bizneset në Amerikë. Unë kam pasur, për mos të zgjatur shumë në detaje, kam pas së fundi para se të vija këtu në dhomë, te dhoma amerikane, kam pas një eksperiencë rreth 15 vjeçare e Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, ku kam drejtuar një program i cili kishte të bënte me mbështetjen e bizneseve me projekte konsulence ose advisory program të Bezhit dhe aty më është dhënë një si thuash mundësi shumë e madhe për të punuar me gati mbi 1000 biznese në të gjithë Shqipërinë dhe në bashkëpunim shumë edhe me vende të tjera të rajonit. Gjithashtu dhe më përpara kam drejtuar agjencinë e eksporteve, që ka qenë dhe ajo një eksperiencë shumë e veçantë, veçanërisht në tregtinë ndërkombëtare, po edhe me programe të Bashkimit Evropian dhe të tjera të cilat kanë qenë shumë interesante, për atë kohë kanë qenë dhe si risi, si të thuash, për të dhënë modele dhe praktikat më të mira në fushën e të bërit biznes ndërkombëtarisht. Pra, Agjenci Eksportesh, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, keni qenë gjithkohës pranë bizneseve. Patjetër. Pastaj u bashkuat tek dhoma amerikane. Kur flasim për dhomën amerikane, unë gjithmonë e kam pas pyet veten edhe para se të bëhesh imantar para disa vitesh, çfarë e bën një institucion të tillë? Vetëm vjet besoj më mund të festuam 25 vjetor apo jo. Pra qëtëri për 25 vite të funksionojë, të krijohet si një organizëm që është gjithmonë funksional dhe nëse flet për një dhomë, në Shqipëri, dhoma amerikane është ajo që për mendimin tim mund ta evidentosh për punën e saj që po bën. Çfarë ndodh? Si funksionon kjo dhomë? Pra, praktikisht çfarë sjell kjo dhomë në këtë hark 25 vjeçar? Si funksionon nga brenda? Tani ti je që mund ta tregosh. Patjetër. Ashtu, siç e thash, un kam tashmë 4 vjet e gjysmë që po punoj për dhomën, po do thosha në këtë aspekt ka qenë relativisht e lehtë për mua që kur fillova sepse gjeta një ambient që ishte i strukturuar, i qartë, i sakt, kishte rregullat e veta dhe kishte edhe emrin e vet. Dhoma ashtu siç ti e përmende, tashmë është 25 vjeçare, ka hyrë në çerek shekullin tjetër. Dhe nuk është pak, është një nga dhomat më të vjetra, do të thosha, por dhe më të konsoliduara. Është modeli i AmChamit, American Chamber of Commerce. Pse? Sepse funksionon kështu në të gjithë botën. Jemi, po themi, affiliate US Chamber të dhomës në Washington, por modeli është kaq funksional, nuk ka asnjë rrjet në botë kaq të fortë dhe kaq zë vokal të biznesit në vendet ku operon. Në sa vende operon nëse? Ne pothuajse është në të gjitha vendet ku ka marrëdhënie tregtare Amerika,
Në Europë është një rrjet që ka rreth 40 e ca dhoma, që është rrjeti American Chamber Europe, që është dhe një si network më vete. Pra jep mundësinë që të gjitha dhomat të ndërthuren, të kenë komunikim, të kenë relata me njëra tjetër, të shkëmbejnë informacione apo biznes, apo për çështje të politikave, edhe në rajon, siç është Amçami në Shqipëri, ka dhe Amçame në të gjithë vendet e rajonit të Ballkanit dhe janë relativisht dhe atje nga strukturat më të rëndësishme të biznesit. Pra gjithë kjo pjesa e mirë strukturimit, mirë organizimit, ndikimit ka marrë pak nga modeli që është ndërtuar që në fillim, modeli amerikan. Pra të qenit amerikan jep çik ekstra vlerë. Po praktikisht, normalisht një dhoma amerikane në këtë rast, cilat ka ato funksionet e veta kryesore? Unë do të thosha që dhoma funksionon në mënyrë të strukturuar, se ashtu u krijua që në fillim. Me iniciativë nga një person nga ambasada amerikane, atëherë para 25 vjetësh, u bashkua një grup i rëndësishëm biznesmenësh që operonin në Shqipëri. Një pjesë e tyre ne dhe u njohtëm këtë gjë vjet në ceremoninë që bëm 25 vjetorin. Pse është vitale dhoma dhe pse ka strukturë? Sepse ka bizneset përfaqësuese më të spikatura të Shqipërisë. Domethënë që operojnë në Shqipëri, do thosha. Kuptohet që gati mbi 85% e këtyre bizneseve janë biznese affiliate të bizneseve amerikane, përfaqësojnë deg të kompanive amerikane, ose janë franchise të bizneseve me Amerikën, ose bëjnë import-export bëjnë biznes me Amerikën. Kjo është ideja. Por që atëre u mendua që kuptohet që demokracia më fuqishme, më rëndësishme, bën dhe biznesin më të mirë, ka modelin më të mirë të bërit biznes dhe kjo ka qenë ideja të cilën ne e zhvillojmë, duam ta rrisim më shumë modelin e të bërit biznes siç bëhet në Amerikë. Bizneset që ju vlerësuat 25 vjetor janë ato themelues dhe kanë ndejt 25 vite pjesë e dhomës. Absolutisht po. Pra kush futet? Po, kush futet? Domethënë ky është po themi një nga ato parametrat më të rëndësishëm që e bën dhe dhomën një strukturë vërtet të qëndrueshme, vitale dhe shumë të fortë. Pse? Sepse dhe ne këto vitet e fundit këtu kemi punuar shumë, që atë që ne quajmë në termin anglisht retention, mbajtja e antarësisë. Ne tashmë kemi atë mbi 92%, që do të thotë shumë pak prej antarëve në vitin pasardhës largohen. Kjo është një nga parametrat më të rëndësishme për çdo strukturë, organizat, biznesi. Pse qëndrojnë? Sepse ne kemi një strukturë të konsoliduar, sepse i shërbejmë antarëve dhe madje edhe e zgjerojmë antarësinë. Tu doja të ndalesha, ose kjo do ishte pyetja ime radhës, pse ato qëndrojnë dhe me cilat shërbime i ndihmonin. Pra praktikisht çfarë përfitojnë bizneset që janë antarë të dhomës? Në radhë të parë qëndrojnë sepse ndjejnë veten që kjo është e tyre. Domethënë ata janë aksioner të dhomës. Ndihen të përfaqësuar, ndihen të përfshirë. Dhe përfshirja e tyre bëhet e mundur nëpërmjet strukturave që ka dhoma. Asambleja e përgjithshme, bordi, sepse unë drejtoj ekzekutivin e dhomës, i cili implementon strategjitë dhe vizionin e bordit të dhomës. Dhe kjo shpërndahet pastaj nëpërmjet komiteteve, ku çdo komitet, ne tashmë kemi 8 komitete, do bëhen 9 komitetet, domethënë janë ato strukturat specifike ku vijnë ekspert nga çdo kompani, nga fushat e biznesit, të cilët japin atë know-how-n e tyre, dijet e tyre në fusha përkatëse, si në sektor të ndryshëm. Sektor ka generik, sektor të përgjithshëm, domethënë komitetet të përgjithshme ka dhe specifik për sektor. Taksat, tatimet, doganat, është një komitet, kemi komitet investimesh, kemi komitet në punës, po i përmend të gjitha me detaj. Por këto janë generik, ose komiteti ligjor, kemi komitete sektorial, tashmë po i shtojmë çik se shohim që ka interes, sepse dhe komitetet krijojnë në varësi të interesit të antarësisë dhe të nevojës për të bërë ato që ne quajmë lobbying drejt strukturave shtetërore për të përmirësuar klimin e biznesit dhe të investimeve. Kemi digital business,
komitetin digital, kemi komitet për shëndetësinë tashmë, kemi dhe komitet për turizmin. Po shikojmë një grup pune, jemi duke ringritur një grup pune për energjinë dhe për infrastrukturën kritike. Pra, këto janë ato motori i dhomës që e bëjnë që të adresohen më mirë dhe në mënyrë shumë profesionale kërkesat e antarëve për t'ju shërbyer atyre dhe prandaj dhe ata që ndrojnë me ne, sepse ne i adresojmë kërkesat e tyre në mënyrë shumë profesionale. Kjo është baza. Pastaj kuptohet që dhoma bën edhe shumë aktivitete që ka të bëjnë me networkun, ku ata kanë mundësinë që të lidhen me njëri tjetrin, të komunikojnë, të gjenerojnë mundësi biznesi me njëri tjetrin. Kjo është shumë e rëndësishme. Si funksionon ky proces i lobimit? Duket fjalë amerikane, pra normalisht me sa diun amerikanët kanë shpik lobimin, në mos gaboj. Dhe si funksionon këtu në Shqipëri ose si funksionon në kushte të caktuara siç është Shqipëria? Lobi do të thotë që ne adresojmë çështje që kanë të bëjnë me aspekte ligjore apo nënligjore apo procese të cilat ndihmojnë në të bërin biznes dhe në thithjen e investimeve. Pra, qeveria është ajo që propozon ligje, i bën sipas programeve që ka. Për shembull tani jemi në fazën që Shqipëria po aderon për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Dhe të gjithë ligjet e reja që po bëhen janë mbi bazën e direktivave dhe në komunikim me delegacionin e Bashkimit Evropian. Tani ku ndërhyn dhoma? Dhoma ndërhyn në këtë gjë që ne i shohim të gjithë draft ligjet, po themi paraprakisht, angazhojmë ekspertizën, siç e thash, të komiteteve, sipas interesit të çdo çështjeje dhe çdo komiteti, dhe ekspertët tanë, duke mbledhur dhe feedback ose informacion nga antarësia, japin mendimet e tyre në fund, nëpërmjet strukturës ekzekutive, ne i përpunojmë dhe i adresojmë këto në strukturat përkatëse të qeverisë, të parlamentit dhe në varësi të ecurisë. Ka rast pas rasti ndjekim që komentet dhe referencat tona të merren në konsiderat. Ku konsiston dhe kush është benefiti i kësaj gjëje? Kuptohet që në demokraci, në ekonominë e tregut, në kapitalizëm, kemi sektorin publik, kemi dhe sektorin privat. Biznesi e zhvillon ekonominë, se vim dhe çik tek ai objektivi që folëm në fillim, ku ndikohet gjërë kjo. Sa më shumë të eci biznesi, ecën më shumë ekonomia dhe të gjithë do të kenë mirëqenie më të lartë dhe populli do jetojë më mirë, do të rritet mirëqenia. Ky është synimi final. Pra, që ligjet të bëhen të zbatueshme, të jenë sa më praktikisht të arritshme në mënyrë që ne të adresojmë ato problematikat që mund t'i themi dhe më pas, por që janë ato kryesore, informaliteti, lufta ndaj informalitetit, korrupsionin, transparencën, në mënyrë që edhe investitorët këtu të gjejnë një terren të përshtatshëm, dhe kjo nuk bëhet dot po nuk pati një koordinim dhe një partneritet midis sektorit publik dhe atij privat. Ky është pak a shumë qëllimi i atij procesit lobus që them. Roli i dhomës në këtë fazë. Roli. Shumë demokratike. Pra duket që është amerikane. Por siç thash, kjo pjesa e demokracisë, e lobingut e këto mund të funksionojë shumë mirë në Amerikë apo mund të funksionojë shumë mirë në një vend zhvilluar, dhe patjetër që në vendet që kanë nivele të ndryshme zhvillimi ekonomik, social ose si thua kultural, varësi të si Shqipëria apo Ballkani apo vende të tjera, mund të ketë problematika për të implementuar siç duhet. Pra është gjithmonë pjesa e sektorit publik, qeveria e gatshme që t'i hedhë për konsultim këto ligje, apo ju e ruani edhe në çdo ligj që del drafti ju e merrni dhe komentoni, apo funksionon si proces që ata e ndajnë dhe pra se e kuptoj në parim, po si funksionon në kushte reale? Shumë e drejtë. Tu hym çik dhe tek ato problematikat kryesore, se me thënë të drejtën përmendëm që bëjmë gjithë të punë, por nuk është e lehtë. Është vërtet një punë kolosale, do thosha unë, e vështirë. Absolutisht. Vetëm 9 komitete që përmende, struktura, 25 vite, qindra biznese që përfaqësohet dhe të merresh me qeverinë nuk është iniciativë lehtë, besoj. Absolutisht, po. Por përveç kësaj duhet që të shikohen shumë këndvështrime, duhet të shikohen nga shumë këndvështrime
interesash, të ruash ato balancat, sepse shpesh herë ndodh që biznesi e shikon si thua vetëm nga ana e tij, po ne përpiqemi që të balancojmë këtë lloj si thua interesit, sepse e shohim çik edhe nga këndvështrimi i shtetit, i cili do të realizojë dhe funksionet e tij kryesore, kuptohet. Kështu që ne këtë mundohemi ta ruajmë. Aktualisht ka një ligj për të garantuar konsultimin midis sektorit publik dhe privat. Qeveria nëpërmjet këtij ligji është detyruar që t'i postoj ka një platformë të konsultimit publik, ku të gjithë mund të japin mendimet e tyre. Po them, jo vetëm dhoma. Organizata apo edhe unë si individ apo si biznes i prekur ka akses të plot. Ajo ka akses të plot. Ne kemi sistemin ton që e monitorojmë, sepse nuk aty hidhen të gjithë ligjet, draft ligjet. Ne kemi kërkuar që mundësisht të hidhen edhe vendimet të Këshillit të Ministrave. Është një proces relativisht jo i thjesht, sepse janë shumë gjëra, por sidomos ato që mund të kenë impakt në biznes veçanërisht. Dhe ne kemi ndërtuar procesin ton. Patjetër që e monitorojmë. Ai ka një periudhë rreth një muaj që jep për konsultim. Rreth një muaj, 20 ditë pune, pak a shumë që të jep mundësinë për konsultim. Ne e marrim ato që na interesojnë, që interesojnë antarësisë, po edhe klimës së biznesit të investimeve në Shqipëri dhe siç e përmenda pak më lart që i përpunojmë, i adresojmë, e shohim draft ligjin dhe i japim mendimet tona dhe mbi këtë bazë pastaj veprojmë më vonë për të parë se si do të jenë reflektuar këto. Jemi të vetëdijshëm që sugjerimet dhe komentet të gjitha nuk do të pranohen. Por në eksperiencën time prej 3-4 viteve, unë shoh që ky proces çalon. Nuk është se është një proces që punon me efektivitet të plotë dhe prandaj ne tani po marrim disa hapa, iniciativa për të kërkuar që të jetë sa më efektiv. Se fundit ti dërgon ca komente. Ky ligj i konsultimit funksionoi realisht. Të funksionoi realisht, po. Ideja është këtu që duhet ndryshuar ajo mindseti, që qeveria ta shikojë biznesin si partner, sepse të gjitha ato që ne ofrojmë nëpërmjet ekspertizës ton, unë jam i bindur në qoftë se do të merren në konsiderat, patjetër që do të ketë benefit. Do ketë benefit dhe për qeverinë, patjetër dhe për biznesin. Dhe nëpërmjet këtyre rekomandimeve do ulen ato problematikat që ne adresojmë. Sepse dhoma bën çdo vit indeksin e biznesit dhe është unik në Shqipëri. Nuk ka asnjë anketim kaq të strukturuar të biznesit në Shqipëri, që do të thotë është tashmë prej 12 vjetësh dhe ne shikojmë ecurin. Po të shohësh ecurin e këtij indeksi, ka nga 100 pikë është gjithmonë nën 50. Albanian Business Index. Ky është raporti i dhomës amerikane. Po, që tregon për pjesën se sa e lehtë është të bësh biznes apo tregon ky është një pyetësor, është një pyetësor, indeks i cili tregon çështjet kryesore të cilat ndikojnë në klimën e të bërit biznes në përgjithësi, ku bizneset tona, antare të dhomës, përgjigjen me një range nga 100 deri nga 0 deri 100. Mbi bazën e pyetjeve janë 12 pyetje specifike lidhur me shqetësimet e tyre. Dhe ky biznes qëndron gjithmonë në 50-ën. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ne jemi larg të bërit biznes të përmirësimit të një klime të bërit biznes ashtu siç duhet. Pra mendojmë që funksionon mirë konsultimi, apo jemi larg si pozicione, sektori publik kur drafton ligje me biznesin apo? Po. E kisha fjalën këtu që bizneset, duke qenë se përgjigjet janë nën 50, bizneset tona, përgjigjet e tyre tregojnë që bizneset nuk janë aq sa duhet të kënaqura me klimën, me të gjithë këto parametra. Dhe them që në qoftë se do të na dëgjojë më shumë fjala nëpërmjet konsultimeve publik, këto do të adresoheshin. Se përveç se jemi nën 50, kemi 5 parametra shumë të rëndësishëm, të cilët qëndrojnë gjithmonë të fundit, që janë shqetësimet më të mëdha. Puna, që do të thotë mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar, është një nga e para tani për 3 vjet e fundit. Pastaj kemi informalitetin, kemi barën fiskale,
kemi korrupsionin, kemi burokracinë shtetërore, domethënë këto 4-5 janë më poshtë. Qa duhet bërë? Atëherë nëse ne na dëgjohet më shumë ato rekomandime, do përmirësojmë si do ulimi formalitetin, duke pasur një sistem fiskal më të qëndrueshëm. Janë bizneset Dhe të zbatueshëm për informalitetin që tulet? Absolutisht. Po flas për bizneset e dhomës. Jo, ajo që doja të ndërprisja pak, jo se kam një gjë kundra, po si model duket perfekt dhe funksional për arsyeën se si nga eksperienca që ne shohim ndër vite se si bëhen ligjet. Praktikisht sidomos këto ligjet kur duhet parafrosh legjislacionin me BE-n apo me vende të tjera, merret një model. Ai model sillet edhe ka në ekspertët e vet sektori publik, pra shteti, dhe konsultimi besoj me biznesin është rasti më i rëndësishëm, sepse ky ligj, sidomos kur janë të afektuar, ata do japin komplet ato kundërshtimet, angazhimin e tyre, se ata do preken. Dhe unë e shoh si një të mirë të përgjithshme konsultimin, sepse ti ose në rastin kur tha që do të bëjmë përafrimin me AI. Pra, patjetër që mund të bëhet me AI, por kur ke dhe ekspertizën e njerëzve, pra ke 2-3 kontekste ti përballesh me njëra tjetrën, të gjithë do fitojmë. Ose në rastin tonë si biznese, neve ndihemi të përfaqësuar, po s'kemi kohë që secili të shkojë të ndjekë atë ku janë draftet e konsultimit. Pra roli i dhomës është shumë i rëndësishëm. Po pse besoni që ngec për kjo, kur gjithë e dimë që është e mirë? Pse nuk po funksionon siç duhet? Sepse edhe kjo pjesa që ti e preke shumë mirë, pjesa e indeksit, që dalin për 3 vite, 4 vite të njëjtat gjëra problematika, tani ose nuk po bëhen mirë, ose nuk po dëgjohet dhe nuk po angazhohemi seriozisht. Patjetër. Se nuk na dhëmb, apo ku është problemi? Nëse i shkojmë pak çik më në thellë. Është shumë e saktë. Jam dakord me ty, pak nga të gjitha do të ishte, faktikisht, sepse me thënë të drejtën, shpeshherë unë nuk e kuptoj pse disa gjëra që janë kaq të thjeshta, kaq të qarta dhe që ne disa gjëra i çojmë dhe të gatshme dhe nuk merren në konsiderat. Domethënë shpjegimi në këtë gjë do të ishte që nuk e di shteti mbase akoma ka atë e shikon që e bëm ne këtë tani dhe pse ti futemi prapë ose mund të ketë çik mungesë kapacitetesh që prapë unë nuk do isha shumë dakord, sepse administrata është e fryrë madje. Respekt, po. Se shpeshherë mund të jetë një justifikim, por kryesorja është edhe ajo fryma, do të thosha unë. Fryma që shikoj që ne kemi bërë këtë traflitin dhe është ajo fryma për të mbrojtur. Është dhe çështje vullneti. Domethënë bindja ime është që është çështje vullneti. Se po të kesh vullnet politik të qartë që do ta ndryshojmë dhe do ta dëgjojmë zinin e biznesit fuqimisht, për shembull për 1, 2, 3 ligje që janë vërtet të rëndësishme. Po themi ligji i tatimit të ardhurave që impakton gjithë. Ne ndërhyjmë shumë, bëm shumë propozime. U morën disa në konsiderat, po disa thelbësore jo. Nuk po hyn në detaje. Prandaj është një vorbull që ka shumë faktor, po unë jam i bindur që me një vullnet të plot gjëra do të funksiononin shumë më mirë. Nuk mohoj që kemi pas dhe rezultate, patjetër. Mund të na përmendesh disa suksese dhe disa jo dështime, por disa që nuk kanë ecur siç duhet. Po. Një nga këto për shembull ishte kjo politikat e taksave dhe fisku. Pse? Sepse ne kemi thënë gjithmonë që të kemi një sistem sa më të qëndrueshëm fiskal. Mos ta ndryshojmë atë vit për vit. Kjo i orienton bizneset. Edhe investitorët. Edhe investitorët, se ti nuk planifikon dot. Ti di që bën një plan për të bërë një investim, vitin tjetër ndryshon taksa ta hodhi poshtë. Një arritje tjetër ishte për një udhëzim që ishte shumë i rëndësishëm lidhur me TVSH-n, për taksa paguesit e huaj që punojnë në Shqipëri me eksportin e shërbimeve në Amerikë për shembull. Kjo ishte një zgjidhje që u bë vjet pas shumë përpjekjesh që u arrit të bëhet zero për vendet të cilat nuk kanë TVSH. Këto janë disa nga ato çështjet, po themi që janë të arritura. Ka pas dhe raste ku që mund të quhet sukses, po për të stopuar iniciativa të cilat ishin të dëmshme. Siç mund të them tani për shembull që ka qenë kjo deri tani, nuk e di se doan ta reaktivizojnë prap ligjin për
bërjen e dhomës kombëtare ekonomike. Ku ne patëm shumë shqetësime, sepse ishte ideja për të bërë biznesin të detyruar të futej në dhomë, ndërkohë që modeli amerikan është që ne ta lëmë sipërmarrjen të lirë të vendosi. Këto gjëra, domethënë këto janë diçka që është shumë e rëndësishme. Në fakt, kjo pjesa e dhomës përgjithshme, nuk e di a mund të shihet në këtë formë, domethënë që kemi ndonjëherë përplasje modelesh që duhet zgjedhim, shteti po them. Pra, mbase ne jemi në një mix që kemi përqafuar ekonominë e tregut, kemi përqafuar modelet demokratike të governance, pra të leadershipit apo të drejtimit, dhe ndërkohë ndonjëherë duket sikur shpërndahemi që ona vjen ndonjë gjë nga e kaluara që mbase një sistem çik më i centralizuar duhet qëndroj apo duhet marrim një shembull nga Europa, mos është një mix modelesh që ne s'po e gjejmë veten, pra se ndonjëherë ose duhet përzgjedhur një model me cilin të ecim përpara. E kuptoj. Shumë interesante si pyetje kjo, se është një pyetje që edhe unë gjithmonë e mendoj edhe ha vend shumë. Pra se ku qëndrojmë? Ku qëndrojmë ne? Mund të ketë opsione të ndryshme. Unë personalisht jam gjithmonë pro, pavarësisht se përfaqësoj biznesin amerikan dhe modelin amerikan. Po unë mendoj që në Shqipëri duhet që në këtë rast të jetë biznesi i lirë që të vendos. Sepse ne jemi mësuar me ato të vjetra dhe na kanë dështuar. Kanë treguar që ka munguar transparenca, është futur sektori publik të ndërhy, ta manipuloj, ka çuar në mungesë transparence, në korrupsion. Pra, si duhet në eliminuar këto? Duke ndërtuar procese të qarta, të sakta, mekanizma të cilat kanë funksionu. Po të dëgjohet biznesi dhe ashtu siç e theti se nuk mundet çdo biznes të japi mendimin e vet. Ska mundësinë, ekspertizën. Prandaj dhoma është për këtë gjë. Unë besoj se kjo pjesa e konsultimit publik është vërtet vlerë e jashtëzakonshme që dhoma i bën një komunitetit biznes që përfaqëson, jo vetëm antarëve, por besoj se është më e gjerë, sepse duke pas një gamë antarësie shumë gjerë, pra që mbulon paga shumë të gjithë sektorët. E larmishme, pra në çdo sektor nuk ngelet pa përfaqësuar aty. Bëhet një punë që edhe për ata që nuk janë antarë, kanë përshtypjen janë përfitues, sepse ndonjëherë kuptojmë lobimin sikur janë 2-3 kompani të mëdha që ndikojnë për veten e vet, por Shqipëria ka përshtypjen ose dhoma me atë larmishmëri dhe me vetëm sektorët, pra komitetet që thamë që janë aq shumë, janë 8-9 sektor, i bie që përfaqëson sektor shumë të rëndësishëm dhe advokon ose mbron, mbështet gjithë një gamë biznes shumë të madhe, pra i bën mirë gjithë biznesit. E dyta, dhe shtetit, siç e shoh unë, i bën shumë mirë ky proces për arsye se nuk është i vetëm, dhe nëse ka, si thosh, vetë bizneset kanë marrë pjesë në bërjen sa më të mirë të atij ligji, nuk do të dalin mbrapa që thonë që është bërë keq, e keni bërë gabim, nuk po na funksionon sepse kanë qenë pjesë e saj. Tani një pyetje, dhoma i shërben vetëm interesave amerikane apo interesave të biznesit në përgjithësi? Kjo është pyetje kot të ngacmuar më shumë. Jo për të informuar të tjerët. Pra normalisht kur themi dhoma amerikane, jemi vetëm për bizneset që si thosh ka një lidhje me Amerikën apo në tërësi? Patjetër që ne përfaqësojmë interesat e modelit amerikan të bëri biznes dhe misioni kryesor i dhomës është të sjellë sa më shumë biznes amerikan, të sjellë sa më shumë investitor në Amerika, të nxjisë relatet e tregtisë me Amerikën. Ky është misioni kryesor. Po që të ndodhi kjo, duhet që ne të punojmë, dhoma të punoj, për të përmirësuar klimën e biznesit, apo jo? Për të përmirësuar hapësirën që investitorët amerikanë të vinë në Shqipëri, të kenë një terren transparent, të kenë besim. Pra, në qoftë se do përmirësohet klima e biznesit, do përfitojë dhe biznesi shqiptar. Është e detyrueshme që kjo do të arrijë një objektiv shumë më të gjerë. Pra, është një si thuash, një kompleksitet gjërash që ndikojnë patjetër, diku më direkt, diku më tërthorasi, po ndikojnë. Siç edhe them me shumë të drejtë, ne kemi dhe bizneset më të mëdha, kemi dhe bizneset të vogla. Kemi larmishmëri si në aspektin e madhësisë, po edhe në aspektin sektorial të
biznesit. Unë në eksperiencën time prej 4 vjetësh këtë e kam has, është e kthe eksperiencë, por është shumë e rëndësishme sepse ne arrim që të sugjerojmë, të bëjmë atë punë e cila ndikon në klimën e biznesit dhe ndikon të gjithë biznesit. Është e pa diskutueshme. Besoj se mbuluam goxha gjëra, besoj se e vum theksin të ato problematika që ne duam t'i zgjidhim dhe po tentojmë t'i zgjidhim, po si frymë amerikane ose si mindset kam përshtypjen ne e shohim gotën gjysmë plot. Normal. Si është e ardhmja ose si thua, cilat janë prioritetet për në vazhdim dhe sa besim plot jeni që biznesi në Shqipëri ka një pushpamje pozitive apo jo? Unë e përmenda që fillim që bizneset tek ne ndjej veten pronar të dhomës, domethënë ata aksionerët e dhomës dhe prandaj them që janë të gjithë të përfshirë. Unë kam besim sepse vetë biznesi është vital. Domethënë ky vend që kur përqafuam demokracinë në 90-ën, po ta shohësh është ngritur nga biznesi. Biznesi ka sill Shqipërinë po të krahasosh para 30 vjetësh ku ka qenë dhe ku është sot. Unë kam besim te biznesi. Biznesi dhe biznesmenët janë ata njerëzit më vital, me ide, më vullnet, dhe duke qenë se kanë dhe shpirt shumë të rëndësishëm sipërmarrës në Shqipëri sidomos, kjo bën që të jemi të sigurt që jemi pozitiv. Ne do punojmë që mekanizmi i konsultimit publik të funksionojë më mirë. Tjetër është që do punojmë çik më shumë me tregun amerikan për të ndërtuar relata konkrete direkte me institucionet amerikane po dhe me biznesin atje. Gjithsesi kush mund të mendojë që Shqipëria është vend i vogël, por ne kemi biznese amerikane. Këtu në fushën e ICT-s, të digitalizimit, kemi prezencë shumë të rëndësishme. Kemi në fushën e energjisë, tani që po vinë dhe kemi disa iniciativa konkrete për këtë gjë. Tek shërbimet, siç e thash, kuptohet edhe real estate, turizmi. Tani kemi disa nga hotelet, nga brendet kryesore, të hotelet si Marriott, si Hilton, apo të tjera të cilët jo vetëm që kanë ardhur, janë stacionuar tani në Shqipëri, po dhe po zgjerohen me zonat bregdetare apo ku diun. Kjo është e gjithë kjo të jep atë premisën e mirë, pozitive, që të mundsojmë ardhjen e sa më shumë investitorë. Jemi të fokusuar edhe e përmenda pjesën e fiskut në mënyrë që të ndërtojmë një sistem sa më të qëndrueshëm fiskal. Ka një zhvillim pozitiv që është marrë një strategji afatmesme të ardhurave nga ana e qeverisë. Kjo është premis për ta bërë të qëndrueshëm, po ne vazhdojmë të jemi shumë vokal për të qenë të saktë në arritjen e zbatueshmërisë, sepse në fundit bëhen ligje, po problemi është që sa zbatohen dhe si janë, se kjo është shumë e rëndësishme. Shumë faleminderit për ta përmbyllur, dua t'ju përgëzoj për këtë punë që po bëni, sepse praktikisht është ndikimi është i jashtëzakonshëm dhe nuk ndikojmë vetëm te ligjet, nuk ndikojmë vetëm tek pjesa e draftimit, por te pjesa e implementimit, zbatimit, që është ajo thembra e akilit, sepse gjithë bizneset mund të thonë që vërtet ligjet ndonjëherë duken të mira, po varet si zbatohen dhe patjetër roli juaj si dhomë, qoftë si një streh për bizneset për të dhënë mendimin e tyre, qoftë dhe për t'i bërë bashkë drejt disa mundësive dhe investimeve dhe për të zgjeruar tërheqjet e tyre, është shumë i madh. Ne si Business Magazine jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e dhomës amerikane dhe urojmë që të vazhdojmë të bashkëpunim së bashku, që të jemi zëri i bizneseve në Shqipëri. Shumë faleminderit. Faleminderit Gerti, dhe unë doja të të falenderoj dhe të përgëzoj dhe për punën tuaj si Business Magazine, shumë të rëndësishme për shpërndarjen e informacionit të biznesit dhe për profesionalizmin shumë të lartë.